Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kosova ka pësuar rënje në indeksin vjetor për lirin e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Kosova ka rënje për 24 pozita, pasi nga vendi 75 ku ishte në vitin 2024, ka rënë në vendin e 99 në botë. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe në Bashkimin Evropian. Raporti gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnë-Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Për të gjeturat e raportit të organizatës Reporterët pa kufi, për Kosovën ka reaguar ambasada gjermane në Kosovë. Përmes një postimi në Facebook, theksohet se Kosova ka rënë 24 vende në indeksin e fundit të lirisë së shtypit, duke vendosur atë në fund të krahasimit rajonal, madje edhe pas Serbisë. Ambasada gjermane thekson se raporti lexohet si një libër detyrash për qeverinë e re, duke përshkruar qartë hapat e nevojshëm për të siguruar një shtyp të lirë. Shefi i kabinetit në zyrën e kryeministrit Luan Dalipi përmes një postimi në Facebook ka thënë se qeveria Kurti është qeveria më hapur ndaj mediave dhe vetmja që nuk ka shpenzuar miliona për propagandë, që nuk i ka bler apo heshtur mediat përmes kontratave një burimore. Lidhur me raportin për lirinë e shtypit, kanë reaguar edhe përfaqësues të partive politike. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Arlind Mandxuka ka thënë se është totalisht e pavërtet të thuar se në Kosovë nuk ka liri të shprehjes. Në Kosovë jo që ka liri të shprehjes, por ka liri absolute të shprehurit, madje deri edhe në mos ndëshkim absolut të shpifjes, ka shkruar Mandxuka. Ndërkohë, lidhur me raportin për lirinë e medias, PDK dhe LDK ka mbajtur konferenca për media. Deputetja PDK-s Blerta Deliu Kodra akuzoi qeverinë e udhëhequr nga vetëvendosje për regjim linçimi dhe friksimin, ndërsa deputeti i LDK-s Armen Zema i ka thënë se regresi në lirinë e medias është pasojë direkte e qeverisjes së vetëvendosjes. Për raportin ka reaguar edhe kreu i AK-s, i cili ka thënë se rënja e lirisë së medias në Kosovë nuk është rastësi, është pasojë e frikës, kontrollit e arrogancës politike. Kjo dua të them që është rënditja më e ulët në historinë e Republikës së Kosovës. Një rënje turpshme, një rënje dramatike dhe alarmante. Nga vendi 56 në vitin 2023, në vendin e 75 në vitin 2024, për të përfunduar sot në vendin e 90. Dhe raporti nuk lë asnjë ndyshim të nderuar përfaqësues të mediave. Për këtë katandisje është përgjegjëse qeveria e lëvizjes vetëvendosje. Ata që erdhën në emër të ndryshimit po e katandisin Kosovën në vend të frikës dhe në vend të heshtjes. Këtë rënje e kemi ndjerë të gjithë. E kanë ndjerë gazetarët, të cilët janë sulmuar vazhdimisht. E kanë përjetuar fshetarët, të cilët janë linçuar. E kanë përballuar aktivistët dhe profesionistët që janë shpifur publikisht, vetëm pse guxojnë të mendojnë ndryshe. Vetëvendosja ka ndërtuar një sistem linçimi dhe friksimi, sulme të koordinuara, sulme të orkestruara me një makineri propagande që targeton çdo zë kritik, veçanërisht zërat në rrjetet sociale. Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se ky degradim i lirisë së shtypit lidhet drejt për drejt me qasjen e qeverisë Kurti ndaj mediave. Për gati 4 vjet, pushteti i Albin Kurtit ka sulmuar gazetarët, ka denigruar mediat kritike dhe ka tentuar të hesht fjalën e lirë. Gazetarët janë etiketuar madje edhe si bashkëpunëtorë të Serbisë, se dhe janë përballur me padi strategjike, kërcënime, bojkote e fyrje të përditshme. Kjo qasje armiqësore ka krijuar një klimë ku institucionet nuk hezitojnë të ushtrojnë trysni ndaj mediave të pavarura. Kujtojmë tentativat për të mbyllur televizionin Klan Kosova, sulmet fizike ndaj gazetarëve dhe kërcënimet të vazhdueshme në rrjetet sociale. Raporti i Reporterëve pa kufi
ka vënë në pa përpjekjet e pushtetit për të kapur mediat, si nëpërmjet trysnisë politike ndaj Komisionit të Pavarur të Mediave apo emërime partijake në krye të transmetuesit publik Radio-Televizionit të Kosovës. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e ka vlerësuar si alarmues raportin e reporterëve pa kufi për Kosovën. Sipas AGK-s, raporti vën në pas se gazetarët e Kosovë janë shënjesër e vazhdueshme e sulmeve politike dhe quhen pa të drejtë bashkëpunëtor të armikut. Lidhur me raportin, AGK mbajti konferencë të jashtëzakonshme. Kjo është një alarm i jashtëzakonshëm, është një rangim shokues që lë Kosovën si vendin e fundit më së keqi në Ballkanin perëndimor dhe raporti rendit disa prej arsyeve kryesore duke përfshirë ligjin kontestues të Komisionit të Pavarur të Mediave, të cilin e kemi kundërshtuar që nga fillimi, por i cili ishte miratuar nga mazhoranca në korrik të vitit të kaluar, fushatat e vazhdueshme denigruese ndaj gazetarëve, sidomos me tokfalshin e njohur që janë bashkëpunëtor të armikut, të cilat kanë vazhduar gjatë gjithë këtyre muajve dhe në fakt po zhvillohen edhe gjatë ditës sot me pas publikimit të këtij raporti dhe gjithashtu një tjetër element që përmendet në raport është edhe ndërhyrja ose mungesa pavarësisë së transmetuesit publik RTK. Siguria e gazetarëve vazhdon të mbetet problem. Vazhdojmë me lajme të tjera. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është pritur me nderime të larta shtetërore në kompleksin qeveritar Perdana Putra në Malajzi. Presidentja Vjosa Osmani ka falenderuar për mikpritjen kryeministrin Anvar Ibrahim në shenjë mirënjohje për njohjen dhe kontributin nga shteti i Malajzisë për pavarësinë e Kosovës, procesin e shtetëndërtimit dhe përkushtimin e tij për forcimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy shteteve. Presidentja Vjosa Osmani e dekoroi kryeministrin Anvar Ibrahim dhe me urdhrin e pavarësisë njofton zyra për informim e presidencës. Presidentja Osmani gjithashtu do të hapë zyrtarisht ambasadën e Republikës së Kosovës në Kuala Lumpur. Sot hapet ambasada e Republikës së Kosovës në Kuala Lumpur. Ministrja në detyrë Donika Gërvalla ka thënë se ky është një moment i veçantë dhe i një tjetër hap i suksesshëm në angazhimin për të forcuar lidhjet me vendet e Azisë Juglindore dhe për të zgjeruar praninë diplomatike në një nga rajonet më dinamike dhe me zhvillim më të shpejt në botë. Ajo ka shtuar se Malajzia ka qenë një nga vendet e para që e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe hapja e ambasadës atje është një dëshmi e përkushtimit të përbashkët. Në një konferencë për media, grupi për studime juridike dhe politike vlerësoi se dështimi i krijimit të një kuvendi dhe një qeverie funksionale tash e 2 muaj ndikon negativisht në të gjitha fushat e qeverisë. Grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se dështimi i krijimit të një kuvendi dhe qeverie funksionale tash e sa muaj ndikon negativisht në të gjitha fushat e qeverisjes. Mirëpo sot duam të tërheqim vëmendje në rrafshin e integrimit evropian. Në pamundësi objektive për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, prioriteti i Kosovës në fushën e integrimeve duhet të jetë agenda e reformave e vendit, që është miratuar nga Komisioni në tetor të vitit kaluar dhe është dorëzuar për ratifikim në kuvend në 4 dhjetor të 2024. Kjo agend parasheh reforma të rëndësishme që përafrojnë vendin tonë me Bashkimin Evropian, por po ashtu parasheh edhe financimin e këtyre reformave. Fatkeqësisht që nga ajo kohë nuk është ndërmarrë asnjë hap për ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës. Në patronazhin e kryetarit të komunës së Vushtrisë është mbajtur akademi përkujtimore me rastin e 26 vjetorit të masakrës në fshatin Studime. Më 2 maj të vitit 1999, forcat serbe vranë dhe masakruan 116 civil të pafajshëm shqiptar. Ndërkohë kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se vetëm me drejtësi do të arrihet paqja. Masakra e 2 majt e vitit 1999 ka lanë gjurmë të mëdha të pashlyeshme që kur sot dhe asaj dite nuk u ndeshkuan masakruesit, kriminalet që e bën këtë. Të nderuar të pranishëm, sot kujtojmë me dhimbje, ndajmë dhimbjet me familjet e martirëve,
me familjet e dëshmorëve. Por, pa këtë ditë, nuk do të ishte as kjo ditë me diell, nuk do të ishte as kjo liri të cilën e gëzojmë sot, ndaj se cilës kemi obligim të gjithë, prej qytetarit të kryetari i komunës, të ministrat e deri të kryeministri e deputet e Parlamentit e Kosovës, që të ndërtojmë institucione, që të gjejmë rrugë të bashkohemi, që të gjejmë rrugë të krijojmë unitetin. Strategjia gjenocidale e Serbisë me emrin Patkoj, me cilën Kosova pospastrohej nga shqiptarët, ishte një plan i errët që përfshinte edhe Patkoj të vegjël. Një prej tyre ishte edhe këtu në Vushtre. Fshatrat u vunën rrethim, banorët u dëbuan me dhunë nga shtëpit e pasuria u plaçkit. Forcat policore ushtarake të regjimit në Miloševićit u vunë zjarrin fshatrave për rreth dhe arritën deri në studime tepërme. Në mbrëmjen e 2 majit 1999, forcat kriminale serbe filluan terrorin sistematik ndaj popullatës civile shqiptare, e cila po lëvizte aty në kolon, nga fshati studime poshtme në studime të epërme. Brenda 2 orësh, 116 shqiptarë u vronë, mizërisht burra, gra, pleqe, fëmijë, nga shumica e fshatrave Shalës dhe rrethit Vushtrës. Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin e 2 policëve në 2 raste të ndara. Dyshohet se një police jashtë detyrës zyrtare derisa ishte në shtëpinë e saj, duke manipuluar me mënyrë të pasigurt me armën zyrtare, i shkrep arma dhe plagos vetën në këmbë. Pas incidentit, zyrtarja policore është dërguar për tretman mjekësor në Prizren. IPK rekomandoi suspendimin e policës, kurse arma zyrtare e tipit Glock është sekuestruar. Edhe rasti i dytë ka ndodhur në komunën e Prizrenit, ku një policë jashtë detyrës zyrtare, pas përfshirjes së tij në një incident së bashku edhe me një familjar të tij, dyshohet se kanë sulmuar një qytetar duke i shkaktuar lëndime të lehta. Grupi qytetar Asnjë Cent më shumë dorëzoi padi kundër zyrës së rregullatorit për energji në lidhje me vendimin e fundit për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Pas dorëzimit të padis, avokati Ardian Bajraktari tha se vendimi për shtrenjtim të tarifave të energjisë elektrike është diskriminues. Sapo dorëzuam padin në gjykatën themelore të Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative, përmes të cilës kërkojmë anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për sa i përket çështjes së shtrejtimit të energjisë elektrike për qytetarët e vendit prej 16.1%, siç e kemi thënë edhe në prononcimet paraprake, vendimi është marrë në bindjen tonë në shkelje të shumta ligjore, është vendimi natyrës diskriminuese, është marrë në shkelje të ligjit si të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, po ashtu edhe të ligjit për zyrën e rregullatorit të energjisë. Dhe në rrjedhë të kësaj ne jemi përpjek me argumentu para gjykatës se një vendim i tillë duhet të anulohet dhe procesi të kthehet në pikën 0. Izraeli ka thënë se aeroplanet e tij luftarak bombarduan një zonë pranë pallatit presidencial në kryeshtetin e Sirisë Damask, ndërsa kryeministri izraelit u zotua të mbronte pakicën fetare druze pas ditëve të dhunës vdekjeprurëse sektare. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se sulmi ishte mesazh i qartë për regjimin sirian se Izraeli nuk do të lejonte dislokimin e forcave në jug të Damaskut ose ndonjë kërcënim për komunitetin druze. Nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme nga qeveria siriane. Megjithatë, ai hodhi poshtë ndërhyrjen e huaj kur Izraeli kreu sulme në jug të Damaskut të mërkurën gjatë përleshjeve midis të armatosurve druz, forcave të sigurisë dhe luftëtarëve aleat Islamik Sunet. Udhëheqësi shpirtëror i druzëve të Sirisë, Sheikh Hikmat Al-Hijri, e ka dënuar dhunën si një fushat gjenocidale të pajustifikueshme kundër komunitetit të tij dhe bëri thirrje për ndërhyrje nga forcat ndërkombëtare për të ruajtur paqen. Qeveria siriane ka thënë se ka dislokuar forcat të sigurisë në zonat druze për të luftuar grupet e jashtëligjshme, të cilat i ka akuzuar për nxitjen e përleshjeve. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njerëzit, të paktën 102 njerëz janë vrarë këtë javë në Ashrafiyat Sahnia, një qytet në periferi jugore të Damaskut. Dhuna shpërtheu në Jaramana të hënën vrëma pasi një video audio një buri që fyente profeti Muhammed qarkulloi në media sociale dhe zemroi muslimanët sunet. I atribuoi një kleriku druz, por ai mohoi çdo përgjegjësi. Besimi druz është një degë islami shit me identitetin dhe besimet e veta unike.
Gjysma e rreth 1 milion djegësve të tij jetojnë në Siri, ku përbëjnë rreth 3% të popullsisë, ndërsa ka komunitete më të vogla në Liban, Izrael dhe fushat e pushtuara të Golanit. Ushtria izraelite ka kryer tashmë qindra sulme në gjithë Sirinë për të shkatëruar asetet ushtarake të vendit gjatë 4 muajve të fundit. Ajo gjithashtu ka dërguar trupa në zonën tampon të çmilitarizuar të monitoruar nga OKB-ja, midis lartësive të Golanit të pushtuara nga Izraeli dhe Siria, si dhe disa zona fqinje dhe majën e malit Hermon. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni në Facebook RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.